Ti përpara ke qenë praktikante e fesë krishtere, por domethënë ke besuar vazhdimisht në Zot dhe ke qenë praktikante e kësaj feje? Dëgjoj, un kam lindur dhe jam rritur me një familje të quajtur musliman, por jo praktikant. Dhe unë asnjëherë nuk e kam praktikuar atë fe, nuk kam pasur një lidhje me fen islame. Ndoshta kjo vetë fakti që është një fe që vetëm ka ardhur në tek ne shqiptarë dhe ende nuk kemi njohurit mirë edhe që bëjnë ato komplikimet. Nga mosha 15 vjeçare unë kam shkuar në kish, kam praktikuar fen katolike në atë mënyrën time. Pra, por me familje muslimane, e lindur muslimane. Po. Okej. Por e lindur në familje muslimane, në shpirtin tim kisha Krishtin. Edhe në momentin kur vin për të përshëndetur me trupin tim nëna dhe vajza, motrat e mia Artenia Vlora me neurokirurgun duke biseduar, ai thotë dëgjoj, nënshkruani dokumentet që ta largojmë Sarandën nga intubimi sepse nuk ka asnjë shpresë. Po mundohemi ta stimulojmë, po nuk ka shenja jete. Edhe motra i thotë, doktor, na le edhe 10 minuta kohë. Po dëgjoj, ne si mjek, si staf mjekësor, kemi bërë të pamundurën, por vetëm nëse një Zot bëj mrekulli. Dhe motra ime e madhe Artenia thotë, ti do të bëj një mrekulli, do të bëj sepse Saranda e don dhe beson në Zot. Edhe ato 10 minuta, Zoti vërtet bëri mrekulli, më ktheu në jetë.